Ramazanin duke harru muajin Shaban, e thon dietarët angazhimi i njeriu në ibadete në një kohë kur njerëzit nuk janë të vëmendshëm, thotë sevapet janë edhe më të mëdha. Mirë, po e kisha këshillu veten edhe ju që të angazhohemi më shumë, sa më shumë të angazhohemi me agjerim në këtë muaj. Ne kemi hyrë muajin Shaban, inshallah Zoti na e mundsoft ashtu siç kemi hyrë muajin Shaban, të hymë edhe në muajin Ramazan. Nuk e di. Besoj se secila për ju ka ndëgjuar ligjërata dhe ndëgjon ligjërata të shumta për sa i përket vlerës dhe peshës së muajit Shaban dhe ne kemi fol disa ligjërata për sa i përket këtij muaji, muaj i veçantë që profeti alayhi salatu vesselam kur e ka pa një prej sahabëve, Zeid radiallahu anhu, kur e ka pa që ka filluar është duke agjëruar shumë profeti alayhi salatu vesselam muajin Shaban dhe e ka pyet pse agjeron shumë ja Rasulullah në muajin Shaban? Ka thënë dhalika shahr yaghfal nas anhu. Ky është muaji që shumica e njerëzve yaghfal me vjen nga ghafala, me thënë shqip se e neglizhojnë ose nuk janë të vëmendshëm ndaj këtij muaji. Dhe gjithashtu e ka veçuar profeti alayhi salatu vesselam që ka thënë ky është muaj që ngrehen punët e i madhi Zot xhelle xhelalu dhe unë du që kur ngrehen punët e Allahut të jem agjërueshëm. Ne dim që profeti alayhi salatu vesselam ka agjëruar të hëntenjtë dhe pikërisht kur e kanë bërë pyetjen profetit alayhi salatu vesselam se agjëron të hëntenjtë, ka qenë gjevapi përgjigja e profetit alayhi salatu vesselam që ngrehen punët e i madhi Zot. Dhe këtu mësojmë diçka që subhanallahu kur e dim që në këto ditë ose në këtë muaj ngrehen punët Allahu subhanahu xhelle xhelalu dhe veprojmë ashtu siç ka vepruar profeti alayhi salatu vesselam, domethënë të jemi agjërueshëm. Ka këtu një hikmet, ka këtu një urtësi që në këtë moment që janë duke ngritur punët, Allahu subhanahu xhelle xhelalu e shikon dhe e din që jam duke agjëruar. Pra, profeti alayhi salatu vesselam e ka veçuar muajin Shaban me dy gjëra. E para, që është muaj që njerëzit e harrojnë ose e neglizhojnë dhe pse është veçori këtu flas? Sepse ibadeti në një kohë kur njerëzit nuk e kanë vëmendjen, nëse njerëzit nuk janë të vëmendshëm në atë kohë, në atë muaj ose në këtë muaj Shaban, shumica e njerëzve ndoshta angazhohen me diçka tjetër ose angazhohen më shumë angazhohen me Ramazanin, presin Ramazanin duke harru muajin Shaban. E thon dietarët angazhimi i njeriu në ibadete në një kohë kur njerëzit nuk janë të vëmendshëm, thotë sevapet janë edhe më të mëdha. Domethënë nëse njerëzit nuk janë të vëmendshëm ndaj një ibadeti dhe ti ja ke vënë rëndësinë kësaj kohe, duke i kushtu ibadet, thotë sevapin e ke edhe më të madh. Dhe e dyta normal që e ka veçuar në agjërim. Pavarësisht se kur të vinë inshallah Ramazani nëse jemi gjallë dhe shëndosh në do flasim edhe vlerën edhe peshën e agjërimit, mirë po e kisha këshillu veten edhe ju që të angazhohemi më shumë, sa më shumë të angazhohemi me agjërim në këtë muaj. Për gjithë ato që kanë borxhe, që borxhet e Ramazanit kalum dhe akoma nuk e kanë agjëruar, këshilloj veten dhe juve që të jepni zot me agjëru. Mos na zi Ramazani tjetër me borxhe. Ose ato që të cilët për shembull nuk kanë borxhe, po këshillohen që ta agjërojnë nafile. Pse? Ne dim hadithin e profetit alayhi salatu vesselam që njeriu nëse agjeron një ditë në agjeron për hir të Zotit madh xhelle xhelalu. Nuk ke borxhe, nuk ke kompensim të agjerimit, vetëm je duke agjëruar nafile për nga dëshira jote. Shihni shpërblimin sipas hadithit profetit alayhi salatu vesselam me komentin e hadithit, domethënë nëse njeriu agjeron një ditë për hir të madhit Zot, nafile vullnetare, domethënë nafile vullnetare, thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu atij njeriu do t'ia largoj shtyrën e vet prej zjarrit xhehenemit 70.000 vjet. Bast hadithit profetit alayhi salatu vesselam. Veçori tjetër e muajit Shaban, duke hulumtu dhe zakonisht e përmendim se herë vjen muaji Shaban e përmendim këtë, është një hadith i vetëm i saktë që e ka saksu edhe Sheikh Albani, Allah e mëshiroft, që flet për gjysmën e muajit Shaban. Që flet për gjysmën e muajit Shaban. Është një hadith i profetit alayhi salatu vesselam
i cili sallallahu alaihi wasallam thot për gjysmën e muajit, 15 e muajit Shaban, thot Allahu subhanahu jalla jalalu yattala ala ibad fa yaghfir jamia. Do të thonë Allahu subhanahu jalla jalalu gjysmën e muajit Shaban i falën gjithë njerëzit. Amisti prej Allahut subhanahu jalla jalalu i falën gjunahet. Flasim këtu për gjunahet e vogla, sepse gjunahet e mëdha kanë disa kushte të tjera, që inshallah do e përmendim edhe ligjërata në të ardhmen. Tu flitet pra për gjunahet e vogla. Thot Allahu subhanahu jalla jalalu i falën gjithë njerëzit, përveç dy grupe njerëzish që i madhi Zot xhella xhelalu nuk i falën. Tani kush janë këto dy grupe njerëzish që profeti alayhi salatu wasalam i ka përmendur në hadith? Grupi parë që kam përmend profeti alayhi salatu wasalam në këtë hadith thot al-mushrik. Al-mushrik, ai i cili i bën ortak Allahut subhanahu jalla jalalu. Ai i cili i bën shok Allahut subhanahu jalla jalalu. Nëse ai person akoma vazhdon duke i bën shirk Allahut subhanahu jalla jalalu, nuk është i amistuar prej gjunaheve derisa ta lej atë vepër që është prej veprave më të urryme të Allahut subhanahu jalla jalalu. Nëse do me ditë se cili është harami më i madh dhe cili është vepra më e urryme të i madhi Zot xhella xhelalu, duhet ta dish që është shirku. Sa Allah azza wa jall e ka konsideruar shirkun në Kur'an në shirke le dhulmun adhim, do të thënë shirku është prej zullumeve më të mëdha, prej padrejtësive më të mëdha që i bën njeriu kundrejt Allahut subhanahu jalla xhelalu. Ne si musliman jemi strikt ke ky aspekt, do të thënë jemi strikt në tauhid, jemi strikt në akide. Çka do të thotë që ne e besojmë Allahun subhanahu jalla xhelalu një. Ne besojmë Allahun subhanahu jalla xhelalu ashtu siç e ka përshkruar Allahu azza wa jall vetveten e tij madhështor në Kur'anin Kerim, ashtu siç na ka treguar pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall kur thot në Kur'anin Kerim qul huwallahu ahad. Thuaj Allahu azza wa jall është një. Allahu samad. As-Samad është për emrave të bukur të Allahut azza wa jall. I madhi Zot i ka 99 emra. Walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah azza wa jall thot në Kur'anin Kerim, thot Allahu azza wa jall i ka emrat e bukur dhe lutuni me emrat e bukur të Allahut subhanahu jalla xhelalu. Pra, Allah azza wa jall i ka 99 emra. Për emrave të bukur të Allahut subhanahu jalla xhelalu është As-Samad. As-Samad çka do thotë As-Samad? Qul huwallahu ahad, Allahu është një. Allahu samad, Allahu është samad. E samad ta përkthesh në shqip, do të thotë gjithë krijesat që i ka kriju i madhi Zot i drejtohen Allahut azza wa jall për çdo çështje. Për çdo gjë që kanë i drejtohen Allahut subhanahu jalla xhelalu. Lam yalid wa lam yulad, as nuk është i lindur as nuk ka lind Allahu subhanahu jalla xhelalu. Laysa kamithlihi shay, nuk ka si i madhi Zot. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Thot Allah azza wa jall, dhe kur pyesin ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ku jam, un jam afër. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah azza wa jall thot dhe ne jemi afër njeriu sa damari i qafës. Do të thonë Allah azza wa jall na tregon Kur'anin Kerim që çdo gjë që ty të prekupon, çdo siklet që ti ke, drejtoju Allahut azza wa jall, nuk ka nevojë për shirk, nuk ka nevojë për ortak Allahu subhanahu jalla xhelalu. Profeti alayhi salatu wasalam na ka udhëzuar, profeti alayhi salatu wasalam na ka drejtuar kur thot idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Kur të lypësh, kur të kërkosh, kërkoj Allahut azza wa jall. Dhe kur themi këtu të kërkosh çka do gjëje që ti dëshiron, kërkoj Allahut subhanahu jalla xhelalu. Dyrët e të madhit Zot i ke hapur. Dyrët e krijesave sot i ke hapur, nëse ta mbyllin, ama dyrët e Allahut subhanahu jalla xhelalu ti ke hapur. Mjafton ti drejtohesh të madhit Zot me dua, mjafton të mbështetesh në Allahun subhanahu jalla xhelalu. Idha sa'alta fas'alillah, dhe kur të lypësh, lypi Allahut, kërkoj Allahut subhanahu jalla xhelalu. Wa idha ista'anta fasta'in billah, dhe kur të mbështetesh, mbështetju Allahut subhanahu jalla xhelalu. Jakubi alayhi salam në momentet më vështira çka tha? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Un për gjendjen momentale që jam, hallin tim që e kam, kujt janë kohëm? Allahut subhanahu jalla xhelalu. Krejt profetët Allahut azza wa jall, historitë e tyre na mësojnë se si mënyrën se si u kanë drejtuar Allahut subhanahu jalla xhelalu.
Pra ne si besimtar, si musliman, inshallah qofshim sinqert i madhi Zot, e jemi këtu, kemi vjen e kuqe që nuk guxon kërkush t'i bëj ortak Allahut subhane xhelle xhelalu. Pra Allah azza wa jall na fton që ti nëse do të bësh dua, drejtoj Allahut. Nëse kërkoj Allahut subhane xhelle xhelalu. Çdo siklet që ti ke, mbështet ju të madhit Zot dhe kemi e pa inshallah përgjigjen për Allahut subhane xhelle xhelalu, më mirë për çdo gjë ton bindje dhe don imanin e fortë te Allahu subhane xhelle xhelalu. Pra grupin e parë që Allahu subhane xhelle xhelalu pas hadithit nuk e falën derisa ta lej atë veprim, atë punë, është shirku, kur i bën ortak Allahut subhane xhelle xhelalu. Pra dhe njëherë tek kësaj, ne si besimtar qofshin ta tillë te i madhi Zot, sinqert te i madhi Zot, nuk guxojmë t'i bëjmë shirk, t'i bëjmë ortak Allahut subhane xhelle xhelalu. Biles azvarin e profetit alayhi salatu wassalam kur dikush shkon dhe viziton, nuk lejohet as me fe që ti t'i drejtohesh me dua profetit Allahut. Profeti alayhi salatu selam e ka lënë amanet këtij umeti që ka thënë mos ma bëni varrin tim ashtu siç e kanë bë të tjerët varret e pejgamberëve, mos më bëni varrin tim të atij. Domethënë nuk guxon kërkush dhe e ke haram dhe nuk e ke të lejueshme që ti drejtohesh me dua Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po ti drejtohesh Allahut subhane xhelle xhelalu. E vetmja gjë që ti në momentin që bën vizit varrit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do t'i japësh vetëm selam, tu selam alejke ya Rasulullah, selam alejke ya Habiballah. Jep selam, kjo është. Tjetër gjë nuk lejohet me kërku me bë dua ose me kërku diçka. Me bë dua kam fjalën që të kërkosh diçka prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është grupi i parë. Tash mos të hym ka meseleja ka çështja që shirki ke dy lloj shirkesh, shirku i madh dhe shirku i vogël. Ka për muslimanëve që bin prej shirkut të vogël. Ka për muslimanëve që bi prej e shirkut të vogël, prandaj të kemi kujdes. Shirkat vogla ka sa dush më drejtë mirë. Për shirkut të vogël ke për muslimanëve ke me 5 vakte namaz dikan. Ke për muslimanëve të cilët thon la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe beson horoskopin, horoskopi është shirk. Besosh horoskopin, është shirk, që tregon ty çka do të bëhet sot, do bëhet nesër, do marrësh parë, do bëhet kjo, do martohet, do fejohet, do kesh sot fat, do kesh nesër fat. Këto janë domethënë që janë të ndalueshme dhe quhet shirk. Ose edhe kur shikohet filxhani, shirk. Kur shikohet dora, shirk. Këto janë shirke, janë ortak që i bën Allahu azza wa jall, prandaj të kemi kujdes. Shirku i madh, alhamdulillah, inshallah kërkush prej nesh nuk është e atill, ama këshilla ime për gjithë ata muslimanë të cilët vazhdojnë t'i bëjnë këto vepra, vazhdojnë me këto shirkat e vogla, t'i lejnë sa s'është vënë, sepse siç ju thash shirku është prej zullumeve më të mëdha që i madhi Zot nuk e falen. Grupi i dytë që e përmend profeti alayhi salatu wasalam në këtë hadith kush është? Grupi i dytë më të mia është thot al-mushahin. Mushahin grindaveci. Mushahin ai që bën probleme, mushahin ai që bën probleme me njerëzit dhe nuk folën me njerëzit. Me komentu fjalën mushahin çka do të thotë ship, ai i cili nuk flet me njerëzit, ai i cili bën vetëm grindje dhe më në fund nuk folën. Këto janë ato njerëz të cilët Zoti na fal, nuk i fal Allahu subhane xhelle xhelal. Pra, nëse dy persona nuk flasin me njëri tjetrin, qofshin familjar, qofshin tafërt, nuk flasin me njëri tjetrin, janë grind. Dhe kemi përmend shumë në për ligjërata, që të kemi kujdes, mos të kemi, domethënë, hatërmetje midis njëri tjetrit në atë aspekt që të çojë hatërmetja dhe mos folësh me njeriu. Ka vlla me vlla që me vite nuk folin. Ka motor me vite nuk folin. Por ka shku dhe në atë shkallë që jemi duke pa, dhe çka nuk jemi duke pa, që ka nana me vajzën nuk fol, nana me djalin nuk fol, djali me nanën nuk fol, vajza me nanën nuk fol. Nuk e di ky mi let kohë të shku me këtë mentalitet. Për çka e don dynjan? Këtë nuk e kuptoj. Për çka ta du dynjan kur e humbi familjen? Për çka ta du dynjan kur e humbi nanën time? Kur e humbi atë dashninë e nënës time? Çka ta duat dynjan kur e humbi vllaun tim? Çka ta duat dynjan kur e humbi motrën time? Një dynjan që të ndan farefis, të ndan gjakun, atë dynjan thuj mirupafshim dynjas. Thuj mirupafshim dynjas.
Prandaj jo kam thënë dhe e përsëris shumë herë, dhe kam e përsërit në çdo ligjërat. E përsëris hadithin e profetit alayhi salatu wassalam. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, la yadkhulul janna. I dashmëri sallallahu alaihi wasallam ka thënë, s'po ja them. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, nuk ka me hyrë në xhennet. Cili ja Rasulullah? El qatia. Qatia, ai që ka prej lidhjet me gjakun e vet. Fitoje dynjan edhe humbe njeriu. Merë pasurinë e dynjas dhe humbe, unë e kuptoj atë haku im, haku jot, haku im po zgjidhen edhe në mënyrë të ndryshme. Ka pas raste që njerëzit e kanë ul kokën dhe e kanë lëshu, e kanë ditë që kanë hak dhe e kanë lëshu vetëm për hatër që mos ta humbi vllajën dhe mos ta humbi motrën, mos ta humbi nanën, mos ta humbi babën. Allah azza wa jalla na ruaj. Prandaj subhanallah, gjysmën e muajit Shaban, Allah azza wa jalla na jep shenjë që keni kujdes. Është duke ardhur Ramazani. Bëj tobe, kërko falje, leje shirkun dhe pajtohu me njerëzit. Tauhidin ta kesh një, Allah azza wa jalla ta besosh një, se kur e beson Allahu subhanahu xhella xhelalu një, do t'i bësh edhe ibadet e tjera, pastaj çka do të bësh? Ti jesh i mirë me njerëzit. Ti jesh i mirë me njerëzit. Nëse ti nuk je i mirë me njerëzit, nuk jam i mirë me njerëzit, vallane punët e Allah azza wa jalla nuk e di se si do jenë.